Rikthimi i flamurtarit në Superlig pas 5 vitesh ka sjellë reagime të shumta edhe të autoriteteve më të larta të shtetit dhe të pushtetit në Vlorë, por edhe politikës. Në një postim në rrjetet sociale, kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha ka thënë se pas 5 vitesh më në fund çunat e flamurtarit e kthyen emrin e futbollit vlonjat aty ku e ka vendi, në superiore. Bravo Diema, na bëni krenar, siç na ka bërë krenar historia e flamurtarit përgjithmonë, shkruan ndër të tjera kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha. Për rikthimin e flamurtarit në Superlig ka uruar edhe drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës, njëkohësisht deputeti Vlorës Bujar Leskaj. Urime flamurtarit, flamurtari 10 gërma magjike, secila prej të cilave fsheh historinë e vet, të veçantë të ardhur dekadash. Sot mbas një kalvari 5 vjeçar, rikthehet në Superligën e futbollit shqiptar pas fitores 1-0 që mori në ndeshjen e fundit të kampionatit në kategorinë e parë, shkruan Leskaj. Ripozicionimi i skuadrës Son të Zemrës në Superligën e futbollit shqiptar e bën krenar të gjithë qytetin, Vlorën dhe vlonjatët, shpreh deputeti Demokrat i Vlorës. Urime ekipit të flamurtarit, sportdashësve vlonjat, stafit teknik dhe drejtues, presidentit Sinan Idrizi, i cili me investime, këmbgulje dhe punë 5 vjeçare e riktheu flamurtarin në Ligën Superiore. Flamurtari meriton mbështetje nga të gjithë për të vazhduar drejt majës, aty ku e ka vendin, thot Leskaj. Ndërkaq, një urim për ngjitjen e flamurtarit në Superlig e ka bërë edhe drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi. Flamurtari në superiore, një rikthim i merituar dhe shumë premtues për të ardhmen. Bravo Diema, shkruan ndër të tjera Çuçi. Po ashtu, edhe kandidati për deputet i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Damian Gjiknuri ka uruar rikthimin e flamurtarit në Superlig. Bravo Çuna, shumë urime ekipit të flamurtarit për ngjitjen e elitën e futbollit shqiptar pas një sezoni fantastik, punë e palodhur dhe përkushtimi stafit teknik, drejtuesve dhe klubit, futbollistëve, si dhe mbështetje e pakursyer në çdo ndeshje tifozërisë së një qyteti që do futbollin, u finalizua me sukses, thot ndër të tjera Gjiknuri. Po ashtu, edhe ministri i mbrojtjes Piro Vëngu, njëkohësisht kandidat për deputet i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, ka uruar këtë të hënë për ngjitjen e flamurtarit. Mirëmëngjes nga Vlora. Qyteti zgjohet sot me shihen e suksesit të flamurtarit që rikthehet në elitën e futbollit shqiptar, aty ku e ka vendin dhe ku mungonte që prej 5 sezonesh, forca çuna, thot Vëngu. Urime për ngjitjen e flamurtarit në Superlig edhe nga kandidati i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës për deputet Klevis Kaso. Pafund të lumtur për këtë rikthim të flamurtarit në Superligën e futbollit shqiptar, ku fal besimit dhe mbështetjes së palëkundur të Sinan Idrizit, erdhën këto rezultate. Flamurtari Vasil Rucit, Sokol Kushtës, Kreshnik Çipit, Rapo Taos, Mexhita Xhiut, Latif Gjondedës, Edmond Biçajt e pafund legjendave të tjera, ngjitet në maja të cilat i përkasin, thot Kaso. Një mesazh urimi për flamurtarin në Superlig edhe nga kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës Endri Hyseni, i lumtur për rikthimin e flamurtarit aty ku e ka vendin, në superiore pas 5 sezonesh pritje, aq më shumë si antar i Këshillit Mbikëqyrës. Një emocion i jashtëzakonshëm për çdo vlonjat që e ka flamurtarin në zemër. Faleminderit Diema, shkruan ndër të tjera Hyseni.